Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në emisionin e mbrëmjes sotme ne bën një ndryshim të programit për arsye se doktor Sali Berisha dhe gjithë PD-ja kanë këmbgulur shumë fort se ka plasur një skandal i madh me emrin Aruba. Flitet vetëm për Arubën, aq sa kanë frikë se kush lind fëmijë këto ditë mund t'ia vër vajzës emrin Aruba ose djalit Arubi. Ndoshta, se ne për shembull kur marrim një gjë, e marrim me vërtetin e mbajmë në përduar, në përgojë, në përmendje dhe pastaj bevas harrojmë gjithçka. Por ç'është në fakt ky skandal? Bëhet fjalë për një takim që ka ekspozuar një gazetar italian në një libër të vetin, ku thotë se disa kriminalë të botës ndoshta, janë takuar në Aruba edhe me zyrtar të qeverisë Rama në vitin 2019. Kjo do të jetë pjesa e parë. Ky do të problematika e parë për emisionin tonë në mbrëmjen e sotme. Do të shohim ç'është Aruba. Aruba është një ishull, mos gaboj. Një ishull shumë larg. Në Karaibe. Karaibe? Afër Karaibeve. Pra, siç thamë, kjo do të jetë pjesë e parë, pjesën e dytë ne kalojmë problemet për Bashkinë e Tiranës, janë probleme mjaft të rëndësishme për shkak se sekretari, ashtu edhe sikondose pritej kryetari i bashkisë i pushuar, i pezulluar dhe i pushuar Erion Veliaj, ka bërë sot kallëzim gjykatën e lartë dhe ndoshta kushtetuese, më falni, dhe ndoshta pezullohen zgjedhjet që kanë sapo po mendohen të nisin. Tani të ndjekim pas deklaratës së gazetarit italian, çfarë bën konkretisht opozita? Sinkroni një. Takimi i Arubës për cilët në heshtje varri nga Edi Rama dhe narkoministrat e tij. Por Aruba është dëshmia më flagrante ndërkombëtare e bashkëpunimit dhe bashkërëndimit të Edi Ramës me grupe terroriste të shpallura nga Shtetet e Bashkuara të narkoterroristëve shqiptar dhe ndërkombëtar. Edi Rama po bën gjithçka që ta arkivoj në harres Arubën, por kjo nuk do mund të ndodhë. Në këtë takim është marrëveshja midis narkoqeverisë dhe narkoterroristëve për të shtruar Shqipërinë në parajsën e parave të tyre të krimit. Në këtë takim Edi Rama thuhet se u kthye me një orë 400.000 euro mes diamante dhe safire të çmimeve më të larta. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë gjithë bota flet për Arubën. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë Departamenti Amerikan Shtetit thotë që ka një qeveri të tërë që gjen kohën për të shkuar në Aruba, por nuk gjen kohën ky gjatoshi juaj të vi këtu të përballet me opozitën. Aruba, takimi i Arubës është lemeritës që tregon se si bosët e narkosit ulen me qeverinë shqiptare, tregon se si një orë 500.000 euro u jepet atyre për t'ia dhuruar kreut të narkosit. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave, pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime, etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym, por vëri emra, kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu nuk kemi shkuar në Aruba. Pra, ngrije ul, Aruba, sot, këtë do të kemi në pjesën e parë ndërkohë të shikus. Në studio janë Lindita Çela, Ferdinand Dervishi, Antona Bileka, Ergjys Mërtiri, faleminderit shumë për pranin tuaj. Klodiana Lala dhe Alba Kepi do t'jenë në lidhje. Klodiana Lalën me njerë. Lala, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Tani që prej intervistës gazetarit e Nello Trokja, i cili flet për një takim sekret të trafikantëve të drogës, pa aty edhe mos ndalemi shumë, sepse do të flasë më pas edhe lidhja me Alba Kepin, që do të kemë unë. Ju folëm radhën e parë bashkë, folëm goxha shumë si kohë jo, po folëm për këtë gjë, takimi sekret i trafikantëve të drogës dhe zyrtarëve shqiptarë në Aruba dhe opozita po bëhet
bërtet fort për këtë çështje. Çfarë dini ju për këtë takim të famshëm në Aruba, që supozohet të ketë ndodhur në vitin 2019? Kush janë trafikantët në këtë takim? Nëse i dini. Atëherë, zoti Rakipi, unë kam mësuar për herë të parë për Arubën, mbi bazën e një dokumenti të rrjedhur nga autoritetet belge dhe që u publikua në mediat belge në vitin 2023-2024, bëhet fjalë për një proces gjyqësor atje që quhet Black Eagle ose Shqiponja e Zezë, ku ishin hetuar një grup kriminalësh dhe trafikantësh shqiptar të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kryesisht në portin e Rotterdamit, dhe ky grup kriminal ishte hetuar dhe po gjykohej nga një gjykatë belge, jo vetëm mbi bazën e të dhënave të SkyCC-s, pra zbërthimit të aplikacionit koduar, por edhe provave të tjera që kishin grumbulluar hetuesit gjatë hetimeve që kishin për grupin në fjalë. Dhe për herë të parë, unë kam dërguar edhe liqet, por edhe pjesën e shkrimeve gjatë ditës së sotme. Për herë të parë, në atë shkrim që unë hasa dhe në atë dokument, flitej për një takim të zhvilluar në Aruba, ku bënin pjesë një numër i konsiderueshëm i njerëzve të botës së krimit, kryesisht të shqiptarë. Dhe mediat belge në atë kohë identifikuan disa nga persona që ishin pjesëmarrës në këtë takim në Aruba, ku figura më përfaqësuese e krimit organizuar sipas tyre ishte Artur Shehu, një vronjat i cili jeton aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Qela ka bërë një investigim detajuar lidhur me këtë personazh tek OCCRP-ja, pra te organizata investigative ku punon. Aty pastaj kam mësuar dhe më shumë rreth këtij personazhi, pra ishte personazhi dhe figura qendrore e këtij takimi sipas asaj çfarë thuhej në dokumentat e procesit. Jo Linditën, nëse kemi Arturin që thotë Klodi, vazhdo Klodi ti. Je paraqit regjia, jo Linditën, se nuk është Arturi Lindita. Personi dytë që flitej që kishte marrë pjesë në këtë takim ishte i pandehur në procesin Black Eagle, Alfredo Hamzaj, që në fakt për autoritetet shqiptare nuk thot shumë, por për autoritetet belge konsiderohej si një personazh shumë i rëndësishëm i botës së krimit, dhe flitej edhe për disa persona të tjerë, njëri prej cilëve identifikohej me emrin Bashkim O Shtetas nga Kosova, por nuk jepnin mbiemrin e tij. Në këtë takim, sipas dokumentave që rridhin nga autoritetet belge, sipas tyre, pra ishte përgjuar dhe kishte të dhëna kishte patur dhe politikan shqiptar. Pra njerëz me profil të lartë politik, emrat e tyre nuk identifikohen, por në një farë mënyrë jepej identikiti i këtyre personave. Dhe ky takim, sipas të dhënave të mediave belge dhe çfarë ndodhte në proces, për shkak edhe të komunikimeve që kam patur në atë kohë me gazetarët belg, por edhe holandez, rezultonte që kishin patur dieni disa nga autoritetet ligjzbatuese në disa vende, siç ishte Italia, siç ishte Holanda dhe Belgjika. Pra, autoritetet e këtyre vendeve kanë patur informacion dhe të dhëna lidhur me pjesëmarrësit në këtë takim, po emra politikanësh nuk kemi. Tani bëj një pyetje. Jo, emrat e Ja, Klodi, ja për interes të shikuesit. Se njeriu në foto është Artur Shehu. Tani, ky është largu nga Shqipëria në vitin në Mesadiun 96, 97. 97 për shkak të përplasjeve që ka patur me Zani Çaushin. 99 pas përplasjeve me Zani Çaushin. 99 pas daljes së Zani Çaushit nga burgu. Sa janë majta, sa janë djata, se kupton? Ky supozoj, nuk e di qartësisht tani, në atë kohë, se tani mund të jetë bërë majtë, nuk e di. Por ky ka qenë djatës në atë kohë dhe ka pasur përplasje me Zani Çaushin, me sa më kujtohet mua. Ky tani, ky njeri është jashtë, se s'ka lidhje, është në Shqipëri apo vazhdon të është kthyer? Ka aktivitet në Shqipëri, zoti Rakipi. Jo, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sipas të dhënave të autoriteteve, ai ka fituar leje ndërtimi dhe është një ndër personat, një figurë qendrore sa i përket tjetërsimit të pronave në qytetin e Vlorës. Por megjithatë këtë pjesë duhet ta hetojnë autoritetet ligjzbatuese, nuk e di nëse më dëgjoni. Ndërkohë që personalisht ai jeton jashtë vendit pranë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo jo domosdoshmërisht e shmang atë me lidhjet me Shqipërinë, patjetër që nëse më lejon edhe dy momente dhe pastaj do të lëtë lirë edhe panelistët e tjerë, ka dy momente thelbësore në këtë takim sipas autoriteteve të huaj. Një moment që ka të bëjë pikërisht me një dhuratë, një orë për rreth 400.000 eurosh që mendohet sipas të dhënave dhe sipas asaj çfarë thuhet në dosjen Black Eagle, që është dhuruar një politikanë shqiptar, edhe që kjo mund të jetë një provë që mund ta gjurnojnë autoritetet nëse kanë vullnetin për ta bërë një gjë të tillë, dhe pjesa e dytë që duhet theksuar lidhet pikërisht me faktin se aty është folur për lejet e ndërtimit, dhe pikërisht mendoj ky është thelbi i gjithë kësaj historie.
duke gjurmuar lejet e ndërtimit që mund të kenë marrë personat e pranishëm në këtë takim ose personat e lidhur me ta, sepse janë të gjithë identifikuar. Unë ju thash 3 prej tyre, që Alfredo Hamzai në pamjet parë nuk thot shumë për Shqipërinë, por konsiderohet një ndër narkotrafikantët më të rrezikshëm në Belgjik, por edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe shteta si Kosovar, Bashkim O, që në fakt mbiemri nuk e ka, por për autoritetet mund të gjendet sepse në dosje hetimore është i shënuar me emër dhe mbiemër të plot, dhe nga ana tjetër ka të bëjë pikërisht me faktin që nëse hetohen lidhjet e këtyre personave, mund të hidhet drita automatikisht edhe mbi ato çfarë është biseduar dhe mund të kuptohet më pas qartë se çfarë ka ndodhur në atë takim dhe çfarë i mblodhi bosët e krimit në Aruba për të folur me sa duket për të ndarë në një farë mënyre pronat e Shqipërisë apo lejet e ndërtimit. Ndërkohë që kjo çështje mendoj u rikthye në vëmendje për shkak se një gazetar italian së fundmi ka publikuar një libër ku ndër të tjera ndalet edhe tek takimi i Arubës, por që për gazetarët ky takim është i njohur, ju thash, nga procesi Black Eagle, shqiponja e zezë në Bruksel, në Belgjik. Jemi shumë okej, por ndërkohë gazetari, unë pash intervistën e ti, do të flasë edhe me gazetarin që intervistoj pas teje, ndërkohë nuk ka përmendur asnjë emër. Politikani e kanë fjalën. Ka thënë që ka e tjera, ka dhe në një frazë aty që mund të ketë në dosje, nuk e di se unë se kam lexuar dosjen, por gjithsesi ai nuk ka cituar emra. Tani problemi aty është bësh aq i madh sa edhe një orë 400 thanë në fillim doktori, pastaj flamuri e bëri 500, një orë e madhe e shtrenjtë, i dërguar Edi Ramës. Nuk e di tani sa do të jetë, ama mos ka qenë dhe orë në ankant. Unë mendoj që nuk duhet ta banalizojmë të gjithë të historinë tek një orë. Jo, nuk e bëre. Takimi i disa bozëve shqiptar të krimit. Nëse më lejon zoti Rakipi se një sekond. Unë nuk e banalizoj këtë orë, por në qoftë se ne kemi një deklarim të një gazetari dhe themi që politikanë shqiptar ishin aty, ne duhet kemi emrat e politikanëve shqiptar që ishin aty. Ndryshe kjo pastaj është po, kjo ju përket autoriteteve. Në derë të anit. Në dosjen Black Eagle janë emrat konkret dhe është identikiti i njerëzve të politikës që janë takuar në Aruba me bosë të krimit. Pra është e sigurt që ka patur njerëz politikës. E thonë autoritetet, është një proces gjyqësor penal dhe nëse prokuroria shqiptare ka interes për ta sqaruar këtë pjesë, mjafton të i drejtohet me një letërporosi autoriteteve belge dhe autoriteteve holandeze, gjithashtu ka një vendim të arkivuar nga autoritetet italiane. Kjo histori po bën zhurmë edhe për faktin se krimi organizuar, trafiku i drogës është konsideruar tashmë si një prioritet në shumë vende të Bashkimit Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por për të ndalur tek pjesa shqiptare, dëgjoj, duhet na shqetësoj fakti që një grup kriminalësh shqiptar me profil shumë të lartë kriminal janë mbledhur në një vend e kanë diskutuar ndër të tjera dhe për lejet e ndërtimit. Ndërkohë që se u përket pjesëmarrësve në takim, nëse autoritetet kanë mundësinë apo duan ta zbardhin, të gjë jo kanë mundësinë, po duan ta zbardhin, mund të drejtohen autoriteteve tuaja për të marrë informacion lidhur me çfarë ka ndodhur, çfarë kanë të dhënat, çfarë informacionesh kanë shërbimet atje, ka dosje hetimore, një vendim është i arkivuar në Itali, një tjetër vendim është në Belgjik, kanë po ashtu të dhëna autoritetet holandeze, çka do të thotë që në tërësinë e vet, po të duan mund ta zbardhin këtë çështje dhe patjetër mund të kuptohet shumë qartë se çfarë ka ndodhur atje. Shumë okej. Unë desha të bëj edhe diçka që do ta kem më pas kësaj çështje shumë të rëndësishme. Zonja Lala, për biznesmenin italian që u vran në Tepelen është një barbari nga ana jone, tani këtu nuk është as Edi Rama, as Ali Berisha, as drejtime të bëjmë, por ne jemi pak barbar si racë. Realisht, unë do të diskutoj me kolegët e mi këtu, ishte ndoshta për dritat e gjata të makinës, e kupton? Mund të them vetëm diçka, zoti Rakipi, për shkak se s'më premton shumë kohë, biznesmeni italian nuk ka patur asnjë konflikt të mëparshëm apo as në natën e ngjarjes konflikt me autorin e dyshuar. Biznesmeni italian është gjendur rastësisht në vendin e ngjarjes. Konflikti ka qenë mes Gazmend Braçit dhe autorit të dyshuar, janë konfliktuar për dritat e gjata, autori dyshuar Kamber Sulçai ka ndjekur nga pas, Gazmend Braçi që është edhe djali e Qeren Braçes që është ortak me biznesmenin italian, i është të prishur makina dhe ka mbetur në rrugë dhe për këtë arsye ka kërkuar ndihmën e babait dhe biznesmeni italian ka shkuar me Qeren Braçen për të ndihmuar djalin për ta marrë nga vendi ku kishte ngecur automjeti. Dhe pikërisht këtu është gjendur në breshërinë e armëve dhe ka humbur jetën. Pra është një person i cili nuk ka patur asnjë lidhje me konfliktin mes palëve. Dhe këtë mund ta konfirmoj zyrtarisht në gjitha hetimet e deritanishme të policisë dhe të prokurorisë së Gjirokastrës. Lala, falenderoj shumë për ndërhyrjen në mbrëmjen e sotme, miru pafshim në programin e ardhshëm. Natën e mirë. Tani,
Mënyra dhe të një bisedi në da kemi më pas, nderuar kolegë, në pas kësa ngjarje, është një barbarie vërtete. Sigurisht që këtu qarkullohet në mënyrën më të çuditshme dhe më të tmerrshme në botë. Me thëmë, por që të marrësh të vrasësh tjetrin për dritat e shkurtra, dritat e gjata, pse më pse të pashë, kjo ndodh rëndom të ne, dhe ne fatkeqësisht të gjithë, ndoshta jemi populli dyshimtër, në disa pikpame. Kemi dyshime serioze. Marrësh të vrasësh tjetrin për dritat e gjata, ose dritat e shkurtra. Është barbari. Banalitet. Tani, jashtë. Fare, asë për të gjë. Sa i viktima në fakt nuk uzu asë për gjë. Uzu, fare. Tani, në qoftë se keni zonjën Kepi në lidhje, më ndihmoni, mirë mbrëma, zonja Kepi, a je mirë? Mirë, si kalon? Mirë shumë. Mirë, faleminderit për ftesën. Temperaturat si janë aty? Se na erdhi mos i keq. Thanë që do vi mos shumë i keq këtu nga Italia, po në fakt nuk erdhi. Erdhi pak. Edhe këtu është në Italia ne nuk është se na vin gjatë kia, kupton? Po, më edhe moti është... Moti keq në duhet. Atere, ju keni intervistuar gazetarin italian Nello Trocchia. Unë e pash një pjesë të intervistës, i cili është personi që ka ekspozuar takimin në Aruba. Çfarë ju tha i rreth këtij takimi dhe pse nuk përmend emrat e zyrtarëve nëse ai i di? Se për shembull mund të pengohemi ne, po themi, këtu. Apo jo, mund të pengohen, po tani një gazetar italian, drejtaj, si nuk i thot emrat, në qoftë se ai. Ju si gazetare, pyetët për këtë çështje? Për emrat? Padyshim, edhe në intervistën time, unë ndalem pikërisht te ky takim, janë dokumentat të sekretuara dhe kjo është rëndësishme të cilësohet. Pra flasim për dokumente të sekretuara të antimafjas italiane, që gazetari e shkrimtari Nello Trocchia i ka futur në librin e tij që e ka quajtur Të pamposhturit, pikërisht ku flet për mafjan shqiptare. Është një hetim i nisur nga Drejtoria Antimafjes Italiane të Toskanës, Drejtoria apo Dega e Firenzes, të cilët në vitin 2019 kanë vënë në hetim të pasurinë që Artur Shehu ka në Toskana, në Firenze. Dhe gjatë hetimit, dosja hetimore përmban dhe këtë të dhënë sa i takon takimit në Aruba. Në këtë dokumente, të cilat nuk i shkruan as Nello Trocchia dhe nuk i themi as ne, por janë të shkruar të zezë mbi të bakar në këto faqe të sekretuara të antimafjes të Toskanës. Thuhet se në Aruba një bos mafios, Artur Shehu, është takuar në prani dhe disa elemente të spikatë të krimit organizuar shqiptar me përfaqësues të lartë të qeverisë shqiptare. Alba, me që jemi të ky emri Artur Shehu. Ky jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jeton i lirë, apo jo? Jeton në Miami, po. Miami, jeton i lirë dhe është një biznesmen. Dhe ka marrë dhe në shtetësinë amerikane. Është dhe Amerikan? Po pse quhet... Prandaj dhe pikërisht kjo lidhe dhe me titullin e librit Pamposhturit dhe unë këtë e pyeta Nello Trocchia. Është një intervistë rreth 30 minuta, por ka zgjatur dhe përtej asaj që kam mundur të xhiroj. E quan Pamposhtur pikërisht sepse bosët mafios shqiptar, në këtë rast Artur Shehu, kanë aftësinë që t'i shpëtojnë kapjes nga autoritetet policore dhe të hetohen për krime banale. Për shembull, Artur Shehu jetoi pasi ishte kapur një herë duke i dhënë makinës apo një motori, mos gaboj këtu në Rom, pa patent. Pra kishin aftësinë të ndryshonin identitetin, falë lehtësisë që dhe shtetit shqiptar. Pra Alba, ju jeni duke thënë, që ti themi dhe shikuesit, se ndoshta na dëgjon dhe ky Shehu, ky nuk është akuzuar, ka një akuzë për krim. Pse, kjo e qytetar Amerikan, tani. Jo, unë di për shembull që ky ka ikur nga Shqipëria pas një konflikti që ka patur në qytetin e Vlorës me Zani Çavushin.
dhe më pas ka ardhur në Itali, ka ngritur dhe bizneset në Itali, dhe më pas është larguar në Amerikë, pikërisht pasi nisi të kishte probleme të vogla, e cilësoj të vogla, dhe këtu e lidh fjalën të pamposhturit me titullin e librit, me drejtsinë italiane, ka arritur të kalojë në Amerikë dhe të marrë në shtetësinë amerikane. Pse nuk është hetuar sa i takon kësaj dosje, sepse siç thohet edhe në këtë libër dhe në intervistën që unë kam realizuar, për skadencë të kafatit kohor, ky fashikull, pra ky dosier i antimafisë italiane është mbyllur. Megjithatë, në ato sentencë të videos, Nelo Torkja thotë që kam sigurinë që mbas kësaj dosje, edhe pse është mbyllur për afate kohore, disa pika të kësaj dosje kanë nisur të hetohen dhe vijon të hetohen pra në ato indice që ka dhënë kjo çështje. Pra, nëse është mbyllur sa i takon këtij procesi të Arubës, mendoj se ajo çka ka mundur të hapet apo të dëshmohet në ato faqe hetimore, të antimafisë ka sjell për të hetuar për çështje të tjera, qoftë për Artur Shehun, qoftë për elemente të tjera të përfshirë në këtë dosje. A ekziston një përgjigje, Alba? A ekziston një përgjigje i këtij takimi? Kush e ka përgjuar konkretisht? Ju sa që gazetari? Nuk ka video dhe nuk ka fotografi të këtij takimi, por ka përgjime të lidhura ndoshta me përgjime telefonike ambientale, këto nuk e ka. Pra, kemi përgjime jashtë këtij takimi. Kush e ka përgjuar? Kemi përgjime antimafia e Toskanës. Antimafia ka përgjuar jashtë këtij takimi, jo këtë takim. Me prokurorit e tjera europiane. Në këtë rast, janë publike apo kujt di gazetari? Më falë, sepse unë ta thash që janë dokumentuara. Nuk po ata thash që në hyrje, ato thash që në hyrje që janë dokumentet sekretuara, si mund të jenë publike dokumentet sekretuara? Pyetja ime është si njëri kështu, si publik fare në këtë mes, se jam komplet i interesuar për këtë lloj fushë, po duhet jeni shumë interesuar, Biles. Jo, duhet jesh interesuar dhe duhet jesh shumë interesuar. E thotë në mënyrë figurative që është jashtë këtij jashtë italiane që eksponent të lartë qeverisë shqiptare takohen. Nuk është zanati im dhe prandaj nuk është zanati sot, po duhet të them që si qytetar, si analist, si sociolog, ky kërkon të di. Jo, do të thënë si ka rrjedhur informacioni deri këtu. Si ka ardhur informacioni, si e di gazetari. Po sepse burimet e gazetarëve dhe mundësitë që jepen komunikimet me prokurorët e antimafjes, të cilat i kam dhe unë, të cilat nuk i keq çdo gazetar profesionist apo serioz i fushës, mund të lejoj të japi këtë mundësi komunikimi, të kesh edhe të vizionosh apo të shikosh apo të analizosh letrat, dokumentat të sekretuara. Mos vallë, Alba, ja unë po të bëjmë pyetje ty, se ja bëra dhe Lalës, po ajo e mori si që merr në një gjërat kështu. Dëgjuam Sali Berishin që fliste në konferencë shtypi për një orë 400.000 euro. Pastaj Flamuri e bëri 500 atë, e rriti vlerën e orës, orë e shtajnë shumë 500, edhe orë me diamante që ja kanë sjellë Edi Ramës. Nga mendon të që ka dalë kjo informacion për shembull? Gazetari dinte gjë? Gazetari më tha që, po patjetër, gazetari italian më tha se ka nisur të hetoj nga ana profesionale si gazetar investigativ për takimin e Arubës, pas një uftimi që ai ka kryer në Vlorë, ku ka dëgjuar për këtë takim nga kolegë gazetar shqiptar. Ka shkuar në Vlorë dhe ka parë pasurinë apo pronat apo vilat apo hotelet, nuk e di çfarë ka zoti Artur Shehu në Vlorë, dhe aty i kanë lidhur të gjitha dyshimet për të hyrë në kontakt me antimafia italiane, me prokurorin e çështjes dhe të dëshmojë gjithçka që ka shkruar në këtë libër. Unë mendoj se më shumë se ora duhet të na shqetësoj fakti që Artur Shehu vijon të ketë bizneset e tij, të paktën në diendin time janë rreth. Alba, ja të lutem. Ne jetojmë në një vend ku politika, më së shumti, nuk duhet bëj dallime as majtas as djathtas, por kur nuk ka kazus, ose kur do të mbuloj një gjë, shpik dhe rrit gjëra të tjera, në dëm të interesit publik. Për shembull, Alba, se ti jeton më së shumti atje, dhe jo këtu, për shembull këtu shumë e vështirë të flitet për kullat e larta, që kanë pushtuar Tiranën. Ata që japin jo, së flasin, majoranca, por dhe opozita nuk flet, kyçgojnë. Nësa një orë që... Dhe për një kull... Një minut. Për një kull të tillë... Një minut. Minut të mbaroj logjikën. Kur ne themi tani, kryetari opozitës, se e thot kryetari opozitës, nuk është se e thot për shembull, po e thot për shembull Roja kur viun të puna këtu, të Meceneja, ose
Njeriu ikëm ka garajet poshtë, që i ruan garajet, roja, tjetër. Këte, thot, kryetari opozitës si një orë ishtë dërguar Edi Ramës. Orë është trend shumë në këtë pas të takimi. Dhe unë të pyeta ty, se vetëmi konfirmim të në këtu, tani është kjo, ose ka burimet të tjera, në qofë se ka burimet të tjera, opozita ne do presim, na i thotë, e kupton. Por në qofë se gjërat kalojnë në këtë plan, ne si gazetarë, kemi nuatjen dhe mundësin të kuptojmë që për t'ju ikur gjërave të rëndësishme që ka ky vend, shkohet pastaj hajde ti bej fletkote, kupton, në këtë plan. Ndaj të pyeta për orën, se ti thua tani ora nuk ka rëndësi sepse... Se ka bërë... Unë prandaj dhe të dash përgjigjen. Të dash përgjigjen. Ora është dosja belge, nuk është të... Ora ku është? Dosja belge, të Blekiga. Belge. Dosja belge. Nuk është e trokja. Dhe takimi... Pra nuk është ora këtu, okej, që nga në vend tjetër. Po pak rëndësi, mendoj se jam në... Jo, po të shko tani ti nuk do të caktosh. Alba, të lutem. Se çfarë është e rëndësishme për pyetjet që... Të lutem. Pyetjet që bëjun. Po jam shumë dakord me ju. Po ti thuaj të parëndësishme të gjitha gjërat që bëjun. Ti je përgjigjet e tua të ke gjenë. Se ky është problemi që kemi ne. Raporti që ndërtojmë me një tjetrin, por unë po të them ty, në vendin ku ne jetojmë dhe unë e vuaj bashkë me kolegët e mi çdo minutë këtë, që politika shqiptare për të mbuluar gjërat shumë të rëndësishme, hedh në treg budallëqe. Këtu duhet të ndalem mund të them. E disa gjëra ka këtu apo? Lemeri. Nëse Lemeri. Mund të ndi. Por i mbulojnë. Po nëse mund të ndihet logjikën e komentit tuaj, takimi i Arubës ka nisur pikërisht për një kull të tillë. Pra thuhet se në atë takim ishte, do të diskutohej pikërisht një ndërtesë, një kompleks ndërtimi turistik në jug të Shqipërisë. Pra ky është esenci, se si në Bregdet, se si do investohej, do merrej, do të paguhej eksponentët të qeverisë shqiptare për të bërë këto ndërtime. Dhe prandaj them që të paktën ndjenin time, Artur Shehu ka të paktën 4 biznese të hapura në këtë drejtim, në ku është ortak dhe mbi 50% e kota në disa prej tyre, vijon të ketë bizneset e tij, vijon të ketë siç thatë dhe ju bizneset e në Amerikë, dhe kjo u bën që nga një vend në tjetër të stadojnë këto kohë, dhe unë jam shumë dakord me titullin e Nelo Torkja si janë të pamposhtur, qoftë edhe për shkak të asaj që u bët në hyrje. Ishte shumë interesante që u thatë. Tani, ai gazetari qoftë njeri shumë i respektuar, po ai thoshte edhe një budallëk të madh aty, që mafia shqiptare është e barabartë me këtë Dragetën. Se thoshte. Po, jo, ka 3 ditë më parë në qoftë më le. Po? Nuk e thoshte që janë nësot. A i thoshte që është një mafje po që nësishme. A i thoshte që pas në Dragetës ajo vjen. Pas në Dragetës vjen kjo. Po në Dragetës është e para në botë. Ne akoma, shiko, atere ne i bie Alba që në këtë vend ku jetojmë, përderisa ky Shehu nuk ka asnjë padi penale në Republikën e Shqipërisë. Të rënd, po kështu për me makina si shtuat jetë gjithë. Kur nuk ka, në Shtetet Bashkuara ka marrë në Shtetësinë Amerikane të gjithë, me thënë, ose ne kemi ikur për lesh fare pastaj, kupton? Ka vajtur Amerika për lesh? Okej, atëherë. 40 tetor më parë, ylli për të ndjekur dhe komentin e Abilekajt në studio, është Nikola Grateri që ka bërë një deklaratë sa i takon këtij krahasimi me Dragetën, e ka bërë Kela Sete, nëse nuk të gjeni mund t'ju sjellun si video, dhe ka thënë që ka ndodhur ajo që ka ndodhur gjatë vitit të fundit është sepse Drageta e ka hequr rolin e saj si transport, apo si thuash ekskluzivitet për transportin e kokainës nga Amerika Latine dhe Europës. Dhe këtë transport e ka tashmë në menaxhim mafia shqiptare. Shqiptar dhe Marazes. Ai thot për mafia shqiptare dhe unë citoj fjalë për fjalë të tij. Dhe sa i takon Dragetës është pozicionuar apo merret më shumë me mënyrën se të riciklojë të fitimet kokainës, jo vetëm në Itali, po kudo në botë. Pra të gjej rrugët dhe mënyrat më diabolike ose më të përshtatshme për të rritur këto fitime e trafikut të kokainës. Dhe sa i takon do t'ishte kënaqësi nëse ju e keni kohën
që të në ndihni të bashkë me ne dhe të ndryni dhe në njërë tjetër të kjo pjesë emisioni, se për këtë do të kemi përgjithsisht. Nëse mund të shtoj dhe një gjë. Pasi të fut dhe kolegët e tjerë, po? Faktin se ju atë bët një prekje shumë interesante kur thatë që ka qenë më përpara me të djathtë, ka qenë në kundër Zanit, etj. Gjatë këtyre vitet e eksperiencës punës, besoj se dhe Lindita që është në studio mund ta konfirmoj, kam kuptuar se klanet mafioze shqiptare, sidomos klanet shqiptare, nuk u intereson më e marrja djathta, u intereson paraja. Ata e dinë se tashmë para në dorë e ka Edi Rama dhe në këtë moment ato pa me qeverit, bravo. Unë jam në dispozicion, mund t'ju djek me shumë kënaqësi, patjetër, këtu jam. Faleminderit, atëherë do t'jesh me ne, do në ndekësh dhe do të ndryshni. Zonja Qela, ju keni vite që investigoni krimin dhe lidhjet e krimit organizuar me pushtetin. Çfarë dini ju për këtë takim në Aruba? A ka ndodhur vërtet ai dhe çfarë dini konkretisht? Atëherë, unë do i referohem së pari librit të autorit, gazetarit që ka prodhuar dhe ka përshkrim librin që quhet Të pamposhtërit. Libri, me që kam pas dhe mundësin të lexoj, nuk flet vetëm për episodin e Arubës, por flet për një sër eksponentësh shqiptar, të cilët kam pasur një rol të ndikuar ose kam pasur një aktivitet të caktuar në Itali apo dhe në vendet e BE-s. Gazetari Nela ka marrë dosjet e vendimeve gjyqësore, vendimeve të institucioneve ligjzbatuse, ka marrë edhe të hetimet paraprake dhe ka bërë këtë cikël shkrimesh. Mos gaboj, jam mbi 10 personazhe të rëndësishme të eksponentë shqiptar të cilët në Shqipëri kanë aktivitete, kanë bizneset të caktuara dhe gazetari në librin e tij parashtron të tëra faktet që ai ka. Për të ndalur në takimin e Arubës, në fakt nisur nga unë e kam publikuar në shtek.org në momentin që u publikua shkrimi i parë në Itali, që lidhej pikërisht me këtë takim, kam kaluar publikimin e këtij takimi sepse kam qenë në dieni të fazave që ka çuar gazetarin dhe njoh gazetarin për punën e tij serioze, sepse ndonjëherë në mediat italiane apo dhe në mediat e tjera, për shembull, mund të kvotoj Delimirën, ne Shqipëria etiketohet me pa të drejtë si e përfshirë në krimin organizuar apo eksponente. Pra, të themi ajo gazetaria tabloiste. Sa unë kam lexuar për librin dhe sa kam ndjekur procesin e gazetarit në hartimin e tij, ai është i referuar të tëra dokumentave me të cilat kanë rrjedhur, ka pasur mundësi të posedoj. Pra, takimi i Arubës ka ndodhur. Por në gjykimin tim, qoftë edhe nga ajo sa ju prezantuat nga deklaratat publike të eksponentëve politik shqiptar, unë mendoj që i bën një nder krahas kryeministrit të vendit, duke e atashuar dhe duke e lidhur atë me deklaratat të ngjashme, sepse në gjykimin tim nuk ka prova që lidhin drejt për së drejti kryeministrin e vendit. Opozita shqiptare në gjykimin tim ka të tëra mekanizmat ligjzbatues ose format e veta për të kërkuar një hetim, për të çuar më tej punën e një gazetari. Nuk mund të merret një shkrim apo një libër i publikuar nga ky gazetar dhe të kthehet në betejën e opozitës, sepse vetëm për krimin organizuar nuk flitet, vetëm për çështjet që nuk flitet. Po, janë të dhëna të takimeve që kanë ndodhur, në libër përmenden dhe personazhet kush kanë marrë pjesë në këtë takim. Takimi ka ndodhur në mjet datave, ose ka qenë një takim 24 dhe 31 janar të 2019. Pjesë e dosjes gazetari nuk përmend as për Black Eagle, as për Ora, paktën në librin që unë kam lexuar, nuk ka informacione të tilla dhe të dhënat janë të konfirmuara nga informacionet e Europolit apo agjensive ligjzbatuese gjermane, por edhe italiane. Më së shumti ka biseda që janë të përfshira për shkak të hetimeve që kanë pasur personazhe të caktuara në hetimet e organeve ligjzbatuese dhe ata flasin për një takim të tillë. Por më shumë se sa lidhjet që e bën opozita takimit në Aruba, për mua është
unë do doja ta kthenim diskutimin aty me të cilët ju vetëm e prekët tangent. Në takimin që thatë, po, në këtë vend është dërtohen kullat. Dhe për fat të keq nuk flet për kullat as opozita, që ne na kanë marrë frymën, është në të gjitha raportet ndërkombëtare, në të gjitha raportet e organeve ligjzbatuese që unë lexoj, ndërtimi dhe ndërtimi i kullave është parë dhe shikohet si mënyra kryesore e pastrimit të parave në Shqipëri. Nga takimet dhe të dhënat dhe intervistat që ka folur gazetari bëhet fjalë për ndërtimin e një kulle në qendër të Tiranës. Kulla është vendi ku është kulla janë të identifikuara, është dhënë leje, por dhe pse është dhënë leje ndërtimit aty nuk ka, në libër nuk përmendet. Nuk përmendet, oke. Dhe pse është dhënë leje... Shpjegoj Mali Tiranës. Berisha për shumë e tha. Nuk më rezulton që është Mali pas Berishës. Dakor, por në libër nuk përmendet. Pra, në qoftë se një opozit do marrin në diskutim për të nisur nga një takim në Aruba, a takimet grupet kriminale mund të takohen në Aruba, mund të takohen të 15 katëshi, mund të takohen të 24 katëshi, mund të takohen gjithkusht, sepse dhe ata kanë gjendën dhe punën e tyre. Në gjykimin tim nuk është ky problemi i këtij takimi. Njerëzit që kanë qenë të përfshirë në atë takim është më shumë janë njerëz të lidhur ndër veti me bizneset të caktuara, por gazetari nisur nga informacionet që ka patur, nisur nga dosjet që ka lexuar, nisur nga intervistat që ka realizuar, apo dhe nga sa ka dëgjuar nga përgjimet ambientale të realizuara, bëhet fjalë jo vetëm ai thot në libër ose përshkruhet me detaje libri se si është zhvilluar ky takim, por dhe si flasin të tjerët për këtë takim, por janë persona që kanë të gjithë lidhje me njëri tjetrin. Por e rëndësishme është sepse po flitet për investimet në kulla. Dhe unë do doja nga opozita, nga kryeministri i ardhshëm që pretendon për të ardhur në qeveri, të ketë një diskutim të qartë sa i përket investimeve të krimit të organizuar në Shqipëri. Jo nëpërmjet një individi të vetëm. Një individ i vetëm dhe më pas prap e fundit që ndoshta për t'i dhënë përgjigje, po gazetari e ngren lidhjen që përfaqësues të qeverisë Rama ngre dyshimin, referuar gjithmonë këto dokumentave që ai ka, ngre dyshimin që ka marrë pjesë takim njerëz. Unë kam një paqartësi shumë të rëndësishme. Jo, për të mos ikur bisedës. Kam një paqartësi shumë të rëndësishme. Kur e kam unë, dhe ka një pjesë e mirë e shikuesit. Tani, si mund të shkohet kaq larg, se këtu krimi është ulur këm kryq. Këto vërtimet që themi e të gjitha. Tani kaq shumë larg tani për të diskutuar problemet të rëndësishme të Shqipërisë. Kur e kemi këtu pse është shkuar Aruba? Pse është shkuar deri atje? Ç'është kjo gjë? Se kuptoj këtë gjë mirë. Në gjykimin tim, vendi që është përzgjedhur aty, ose sa thuhet në libër, jo në gjykimin tim, unë prapë po i referohem librit që është thënë. Është një vend që personazhet që kanë qenë të përfshirë, ndoshta edhe për arsye dhe sigurie, nuk kanë mundur të vinë në Shqipëri. Në përgjime nuk flitet vetëm për këtë, ose në librin e gazetarit italian, zotit Nela, nuk flitet vetëm për takimet dhe zhvilluara mes datës 24 dhe 31 janar, po flitet për një takim tjetër mes datave 25 dhe 28 dhjetor të 2018. Mos kanë vajtur për plazh këta atje. Unë mendoj që është... Një rrugë dy pulma, kam bërë të qikë. Se bukur, vendi bukur, shumë bukur. Nuk mendoj se... Parat nuk mungojnë. Parat nuk mendoj se kjo është çështja pse kanë vajtur dhe aty. Ju a thash, njerëzit që kanë marrë pjesë janë më shumë të lidhur me bizneseve me njëri tjetrin. Pra ka qenë një diskutim, çfarë do bëjmë për të investuar në një zonë, në një kull që është Shqipëria. Sepse ndoshta disa personazhe të caktuara nuk e kanë patur të mundur për të hyrë në territorin e Republikës Shqipërisë, ndoshta edhe për shkakun e sa që e pat ambientin, edhe për kaluar disa ditë. Por nuk është ky takimi, takimet ndodhen. Takimet në mes grupeve... Qartë me qartë, jo... Takime shqetësues, sa del nga ky, për mua, pikërisht me të drejtë e thatë që pari, për mua shqetësuese kryesore nga ky takimi këtu, është vetëm diskutimi për se si të injektohen parat dhe se si të investohen parat në ndërtimet në Shqipëri. Aty flitet edhe për njerëz të bankave, që flet libri të përfshira, pra dhe për mekanizmi, si të ndërtojmë një mekanizm që nëpërmjet bankave të caktuara parat të injektohen dhe mënyra se si të injektoheshin këto parat të ishte ndërtimi. Pra,
Kjo është çështja, nuk është asora, nuk është edhe ndoshta dhe përfshirja e ndonjë zyrtare të qeverisë Rama nuk e bën çështjen më problematike sepse pasojat ne i kemi këtu në mes të Tiranës dhe mes të Shqipërisë. Fundi që do të them, më fal, vetëm për të qenë fair me lexuesin, gazetari pasi ka me shumë. Ti më që shkruan kështu dhe ja fut lexues të gjithëve, po. Kërkoj ndjes. Në këtë rast kemi shikuesin. Kemi shikuesin gazetari për të qenë, për t'i dhënë nuk merr përsipër të thotë kjo është e vërteta absolute, të cilën ai ka referuar, por ka insistuar gjatë për të marrë edhe një koment apo dhe një gjykim të qeverisë Rama apo dhe të kryeministrit Rama mbi gjetjet ose mbi ato dokumenta që ai ka pasur mundësi për të parë. Pra nuk mund të them që problemi si të shtrohet nga kam pyetje konkrete. Ja, atëre vetëm për një gjë duhet ndryshim. Jo, jeni ju të dy tani ndryshim tani pasi Lindita e kërkoi të gjitha opozitës, majorancës nuk kërkoi asgjë. Ore, po i bëjnë qeveria këto punë. Jo, qeveria. Ti thot të bëjë opozitës. Po majorancës duhet bëjë gjë. Opozitët paktën e ngritin parlament. Do thua se se ngritin mirë, dakord? Për mënyrën se si e ngritin mund të jemi dakord bashkë. Por majoranca e mohoi të është një zhurmë që e madhe sa dëgjonte popullata. Shikom, jam... Ministria e Brendshme mohon, nuk merr as mundimin të bëjë një hetim minimal. Ministria e Drejtësisë nuk merr as mundimin të kërkojë dosjen. Po edhe i fjalë për majorancë, mësoj opozita gabim. Gabim, opozita e shkel gabim. Jo, më falë se ndoshta do... Po, majoranca duhet bëjnë në gjë. Se ata e kam përgjësin, dhe atyre u takon. Lezim më da fikë normalisht, se në kanë në gjësit, një zgjadhemi, në jemi live. Ata po i bëjnë apo bëjnë kullat? Pare firma të s'ka problem. Po i bëjnë vetën. Jo, për një minutë tani, ju lutem. Duhet veprojnë janë organet ligjzbatuse në këtë vend, zotri. Nuk është as unë s'kam çaj kërkoj majorancës, ku majoranca mirato lehet nga fillimi. Ne që the opozita, thuaj. Jo, në këtë rast edhe organ, sigurisht edhe spaku, edhe organ. Në këtë rastin këtu që po ngrihet një gurgële shumë më e madhe se sa ç'është në librin, sa unë kam lexuar në libër. Kjo ishte qasja ime. Që spaku duhet të ndryhë, mund të kërkoj dosjen, nëse ka një dosje referencë, një dosje në Belgjik. Në Bruxelles, Atere, Ferdinand Zoti Dervishi këndvështrim, jo, nuk do bëjmë këndvështrim tjetër. Sepse ka fakt. Dakor, po. Themi janë fakte. Pasi të pyesu, bëj një pyetje unë për ty. Po mirë. Artur Sheu, qytetar i Shtetit Amerikan, larguar nga Shqipëria vitin 99, pas përplasjes me Zani Çavushin, pse është ky personazh? Pse? Çfarë është organizatori i këtij takimi? Dhe pse del ky? Shikoj aty. Artur Sheu njihet në Vlorën e kohës së skafeve, kur ulzonin skafet në kohën e Berishës parë, që shkonin me klandestin, ajo linja e vjetër e trafikut të heroinës që kalonte me rrugë toksore nga Turqia, në Bullgari, në Serbia me radhë ishte rrugë toksore, ullë poshtë në ato vite trafiku i heroinës dhe shkonte në Itali shumë shpejt me skafe. Ka qenë kjo periudhë ardë, ky ishte njeriu që kishte më shumë skafe, klandestine sigurisht. Dhe ky ishte njeriu që realizonte më shumë fitime. Ky silte makinat më të bukura në Vlorën e asaj kohe. Dhe nuk di të them këtë pjesën se këto njerëz që merren me krim nuk kanë parti, ti dallojë e tjera, ka pas përplasjen, pasi doli Zani Çavushi nga burgu në vitin 1999, u bë një përplasje me viktima, është vrarë dhe një afërm i këtij, i Artur Sheut. Kjo ka qenë periudha kur ai u largua nga Shqipëria dhe përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk është se ky ka mbet pa aktivitet. Ky është i përfshirë në pretendohet, është hetuar, ka akuzë nga qytetarët e Vlorës që ka një sipërfaqe shumë të madhe të tjetërsuar, pronash në Zvërnec, me falsifikime, ka gjyqe pafunde, tjera. Është futur në pronat e tij generali italian Lizi me një makinacion që u bë nga një pronë tyre, tjera. Pra, nuk është ky njeriu që, pra, ato analizë, filluar gazetar, prokuror, italian, tjera, e shohin këtë si një nga kapot, po si nga ato mendjet e mençura, tani se tani ka kaluar në atë pjesën e mendjeve të mençura, se ka kap në një ligjis, s'është goditur në njërë fort nga ligji,
dhe shohin si njeriu që qëndron në majtë të kupolës të krimit organizuar që lidhet me trafikun e drogave e tjera e tjera. Por i pagoditur asnjëherë. I pagoditur asnjëherë. Kjo është ajo që e ashtu atë. Tani, unë ndoqja me interes, me shumë kujdes fjalë pas fjalë intervistën atij zotërisë dhe besoj se ai gazetari duke bërë një libër i ka shumë të qarta ato gjëra që thotë. Kur bën një libër është tjetër gjë, i kthehesh gjës 100 herë dhe e ditë saktë. Dhe më troqë në mendje që hetimi që ka vajt në Aruba dhe është bëra i përgjimi atij ka lidhje me investimet e disa biznesmenëve shqiptar për llogarit Artur Sheut në Firenze. Pra, duke jetuar këto investime të Artur Sheut në Firenze, që ishte me prestanome me këto biznesmenët shqiptar, shkohet të përgjimi në Aruba. Dhe mua, përveç shumë gjërave të tjera, ajo që më troqi mendjen ishte që këta flisnin, thoshte, për anije me materiale si droga. Dhe kjo mua më përputhet, pra jemi në vitin 2019. Ç'është viti 2019? Në vitin 2019 ne kemi dëgjuar për herë të parë të instalohen në Ekuador dhe në ato vendet e Amerikës Latine ku shqiptar të dërguar nga bandat fuqishme të trafikut dhe të shpërndarjes së drogave, të cilët donin të kishin më shumë fitim. Dhe ta kishin dore parë atë të bardhën, mos ta kishin dore dytë dhe dore tretë, dhe që të shojë në këto pak vite në fuqizimin e trafikantëve shqiptar dhe vim, nëse do shohin fundin e atij harkut, tek atë që tha vajza për Graterin, që tha që Ndrageta, që është mafia më e madhe në botë, mafia më e madhe në botë, tani është tërhequr. I ka tërhequr emisarët nga Ekuadori dhe andej, se këtë pjesë po e bëjnë shqiptarët. Tani, po e bëjnë për llogari të Ndragetës, apo po e bëjnë për llogari të grupeve kriminale shqiptare, të cilat, sipas Graterit, që nuk është pak në Itali, ati i referohen të gjithë, kur flet ai, ati i referohen dhe besojnë të gjithë, sepse është profesor në atë pjesë dhe njëri që vjen nga terreni, ai thotë që është e dyta pas Ndragetës. Atëherë, me këtë zhvillim të madh që po bëhet, që i këputën italianët atje, ku po shkon këto grupe kriminale shqiptare? Tjetër, kjo mbarazohet mua dhe me sherret për portin e Durrësit, ka pas të vrarë në këtë periudhë në portin e Durrësit, për kontrollin mbi portin e Durrësit. Dhe nga një grup kalojnë një grup tjetër, kemi vite që në portin e Durrësit nuk kapet më. Që çfarë do me thënë kjo? Qartë. Më sakt, e di kur është kapur drogë për herë të fundit në portin e Durrësit? Kur portin e Durrësit se kishte askush. Kurse tani që nuk kapet drogë, thonë ata që e din, nuk kapet drogë, sepse porti i Durrësit ka zot. Kështu e shoh unë në një kënd vështrim timin. Urdhro? Droga nuk kalon vetëm në port. Përgjithsisht kalon nga jashtë portit, për në perëndim. Dhe Shqipëria dhe Mali Zi... Droga, sasi më dhas... E fundit, që ishte një sasi e madhe, u mor aty për para se të futej në skaner dhe... Konteneri fundit që doli në media... Konteneri fundit që ka dalë në media, u mor para se të futej në skaner, u shkarkua, ajo që duhe shkarkua, e dhe fut në skaner. Zoti Abilekaj dhe Zoti Mërstiri, një konkluzion tuajnë ç'ishte kjo? Aruba djetërin se u tha... Dhe deklarat e gazetarit italian. është forra shumë për Arubën, gazetarit italian... Por dhe këto reagimet që kemi. është një gazetar shumë serios. Nero Troki është gazetar njohur në Itali, ka punuar për Rajin, Gazetën, ka bërë disa libra, nuk është libri parë që bën ky. Unë s'ka mundur ta gjej të thëmë drejtën, nuk e... Librin. Korinditës patjetër ta lexoj, po. Por takimi Arubës është takim i njohur, pra është jetuar nga prokurorit, nga Interpoli, nga prokurorit belge italiane, Interpoli edhe nga Gjermania në sa dëgjoj. Është një takim i jetuar. Takim i njohur. Ne nuk e dim se kush ka qenë dhe kush nuk ka qenë. Ne dim që është folur për kulla, për terrene, për aty ku është Kalvin tani ka qenë një nga diskutimet. Kalvin është kjo këtu te rruga e Elbasanit, ëh? Aty ku është mali Tiranës, dhe që Berisha e përmendi për të së vërtetës, por megjithëse është akuzuar Berisha si përfitues nga mali Tiranës. Po e përmendi në konferencë shtypit, të themi t'i japim atë që ka të drejtën.
Mënyra se si trajtohet pastaj, unë jam dakord me Mos e këtë. hapim, po personazhe interesante dalin. Ai e përmend atë për të larë Ai është përmendur që janë ja veç. Se prandaj pasi kemi thënë që ai është brenda asaj. Po prandaj përmendaj Ai e që tregoj që Mali Tiranës është rrjedhoja e Arubës, mendoj që është i lloj alibie. Për mënyrën se si me këtë kjo orë sot, për shembull, ishte një detaj kot që nuk ka lidhje fare me hetimin, se e përqendron çështjen, nuk e përqendron aty ku duhet. Pra çfarë është çështja e vërtet? Aruba dhe takimet tjera. Këtë orës, kuptoj se unë se kam Pas sepse këto akuza skandalistike kështu, këto janë treqin ndoshta publikun dhe Berisha i përmend shpesh duke harruar që kështu kompromenton gjithë pjesën tjetër. Del si ajo që në krevatin e Gjushit u doli një ishtrir, një kriminel, që e kishin ullur kriminelin mbi te me aparate, kështu si që bëjnë tani këto montimet, edhe pastaj hoqi, doktor Ignati. Ka AI, që s'bën AI tani. Kështu që është inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale, po jo kjo që kemi lartë. Gjëllimi Arubës, i cili u bë, pozohet, se u bë në Aruba. Për mos ka gisht djela dhe kjo më... Se një pjesë ato i domenit, pjesë ishin të kërkuar nga Interpoli. Dhe ata nuk mund të hynin në përvënde kur një gjurmë. Aruba është një vënd ku nuk lë gjurmë, sepse nuk kërkohet vizë. Nuk kërkohet hyet lirshëm. Aty shkon mundoj. Janë të holandeze, po, që ai kanë të lira dhe nuk ka. Dhe kjo besoj është arsyeja që është zgjedhur. Një arsye do të thënë për liri lëvizje. Po. Dhe nuk kontrollojnë njerëzit që shkojnë aty. Edhe ata duhet domenin. Ja ky është një shpjegim. Po. Një shpjegim. Kështu që takimet si e Arubës çfarë bëjnë? Kanë sjellë të problemi që përmendi Lindita, që është vërtet problemi i vërtet i çështjes. Pra, pastrimi i parat nëpërmjet shkatrimit të Shqipërisë, jo vetëm Tiranës. Tirana shkatrohet me ndërtime të larta, me kulla, me gadacela. Jugu dhe i vendit që kemi parë është betonizuar pas lloj kriteri me lagje të pasurish që nuk i sjellin asnjë ndim ekonomisë shqiptare. Dhe gjitha këto... Më falë, dhe mbas investimeve dhe leve që janë ndodhur, rezultojnë që janë persona dhe të tuhuar. Ka pasur disa raste me resorte. Pra, në qoftë që takimin e Arubës, nëse do ta kthejmë çfarë po ndodh në këtë vendin tonë, është dhe dihet kush i ka dhënë lejet. Lejet kemi kryetari i KKRT-s në këtë vend është kryeministri i vendit. Lejet janë publike, një opozite serioze, se sa të merret se po merret me opozite në kuptimin dhe për të kthyer përgjigje, sepse është i vetmi mekanizëm për të shfaqur ose për të dokumentuar aferat dhe përfshirjen e parave të krimit të organizuar në Shqipëri. Libra si ky i gazetarit italian, por edhe takimet të tilla janë vetëm indicje. Dhe që në kryet herës, zotëria ka marrë dhe ka thënë, unë po tregoj sa kam parë dhe sa kam dëgjuar nëpërmjet dokumentave. Për qenë serioze këtu, nuk është nevoja realisht edhe gjithë kjo zhurmë e madhe këtu në këtë vendin ton, ti mjafton të shohësh kush po ndërto kullat në Shqipëri. Sa para hidhen aty, sa lek kalojnë me clearing, sa denoncime dhe nuk kemi ne nevojë, Ylli, të marrim një letër, tani të thuaj nga ose një libër italian që gazetari prego në vet, për të thënë ku si është paraja e krimit organizuar në këtë vend. Dhe mbi të gjitha pastaj dhe për folja dhe gazetarëve të individëve, personat aty në Shqipëri nuk janë asnjëherë të hetuar. Pra, dhe nuk kanë bërë vizojmë këtu këtë që thotë zonja Çela. Nuk kanë pasur kurrë të dënuar. Nuk ky aktiviteti i kryer në botë, në një vend të largët, sigurisht nuk është përgjegjësia e shtetit shqiptar, por i autoriteteve të këtyre vendeve. Megjithatë, përgjegjësia e Shqipërisë është që paratë të mos paqtojnë këtu. Të mos paqtojnë këtu. Shkatohet Shqipëria në rreth, po shkatohet vendi. Po ke inflacion ekonomik. Ka një 5-6 vjet që e lexojnë ose më shumë Lindita që ka bërë që e lidh këtë gjë ndërtimet me paranë e PIS. Si autor. E lidhin raportin kombëtar, më kjo është evidentuar me raporti Dashit foli pikërisht për këtë. Kriminalizimin e ekonomisë. Pastrojnë paratë e krimit. Ke gjysmën e Ksamilit që kemi resort turistik, ke krimin organizuar mbrapa. Të njëjtën gjë të personat që janë fshirë. Tash dhe më e rëndësishme, në qoftë se realisht personalisht ky libër, me që e kam lexuar, ku mua më ka shqetësuar, absolutisht jo për personazhet. Personazhet aty kanë betejat e tyre me drejtsinë, kanë dhe betejat e tyre me personat në të cilën përfshihen mes përplasjeve të tyre. Problemi më i rënd aty në atë takim nuk është përveç ndërtimit më kullave, është diskutuar ndërtimi se si të përfshihen bankat në futjen e parave në Shqipëri. Dhe problemi
Kjo është çështja dhe këtu një opozitë e përgjegjshme apo gjithë nesër se këtu ne duhet të ngrejmë alarmin, sepse para ka. Dhe ne dim që problemi kryesor i krimit të organizuar, apo dhe të personave të përfshirë, sepse në qoftë se aty jemi që ka dhe personazh zyrtar të qeverisë shqiptare, ata janë në të njëjtin hall. Si personazhet që përfitojnë nga trafiku dhe lëndëve narkotike, po ashtu dhe i korruptuari. Dhe dy janë format për të pastruar parat. O do shkosh në Issue Virgin, që është një mekanizëm që tashmë nuk është më aq for free, ka një kosto të caktuar për të pastruar parat nëpërmjet është rritur vlera, sepse gjithmonë dhe krimi ecën dhe kush është kthyer në parajsë fiskale aktualisht për në Shqipëri, fal edhe projektit të Shqipërisë së 2030-s, hajde marrim shohim të analizojmë lejet e ndërtimit që jepen. Kush merren pas këtyre lejeve të ndërtimit? Kjo s'bëhet. Dhe po pra, dhe së dyti po diskutohet aty në atë takim jo leje, po është diskutuar cila bankë. Dhe kush ka njerëzit e bankës që përfshihen. Ka dy momente këtu, momenti kriminal dhe momenti politik. Momenti kriminal sigurisht kronika e ka zbarë dhe është një gjë që jo që s'dije, po thjesht na sqaron më mirë figurën e puzzle-it se ka një problem të madh që Rama e mohon mafjen. Rama thotë që këtu s'ka mafje. Që në fakt autoritetet italiane shpeshherë flasin për mafjen shqiptare dhe kjo vërteton që ka mafje shqiptare. Por problemi tjetër që ndron, fal të lutem Linda, ka një inflacion dhe ndoshta këtu, të thuash Shqipëria, shqiptarët janë në krye të mafjes ndërkombëtare, absolutisht kjo është një që ka një rol të caktuar, po. Dhe Ramës kjo i thuhet gabim. Ndaj dhe ati ti jepet argumente, po i jepet argumente. Tu hyn rol opozita pastaj që nuk e shtron çështjen si duhet, se ne nuk ose publiku shqiptar nuk intereson nëse mafja unë është e para apo e dyta. Intereson që sa po e hapë këtë pikë dhe unë e kisha këtë në skatën time, çfarë niveli ka arritur krimi shqiptar në botë, ku janë përqendruar shumë grupe shqiptar dhe a është pak egzageruar portretizimi që i bëhet në mediat ndërkombëtare. Në me thënë, atë se kanë përgjithare që po që se e shqiptarë, edhe futja se shqiptarë janë këta. Mund të themi çfarë duam. Mund tjetë dhe kështu, por nga një aspekt. Por nga aspekti tjetër është një gjë që neve në intereson që a ekziston kjo dhe a ka kjo suport nga qeveria. Problemi që ndron këtu që kur merresh me orën ti, dhe kur merresh me, ku diun, me jo ç'a hëngër, ç'a bën, domethënë, ajo që bën opozita nuk bën luftën e duhur për ta adresuar çështjen. E dramën e kanë marrë peng këta në një ishull e kanë quar. Pikërisht pra. Tash ç'a bën? Gjëra pastaj që këto gjëra kthejnë kompromitojnë çdo akuzë. Këto gjëra çdo akuzë me fals apo këto gjëra kthejnë në prrall çështjen. Nga një problem shumë serioz e kthejnë një prrall. Dhe njerëzit merren, i duket, cave ju duket si prrall, cave si barcalet. Dhe mu më duket si kjo bëhet qëllimisht. Kjo bëhet për shmangur vëmendje nga thelbi, për të prodhuar zhurmë tymnaj në parlament në mënyrë që asgjë mos merret vesh dhe këta të vazhdojnë kështu si janë. Sepse në fakt, çështja është ashtu, pse nuk merren këto me kullat? Sepse në fakt, ne kemi raport ndërkombëtar, raporti i Departamentit të Shtetit. Pra, amerikanët thonë që këtu pastrohen para nga mafia italiane, nga ndragheta, nga krimi organizuar, nëpërmjet ndërtimit. Dhe opozita shqiptare, në vend që të merret me këtë, merret me Arubën atje çai tha ku i thanë një gjë që as e dim kush ka folur me kë ka folur. Ne nuk merremi këtu që më marr 1 për 1, kush janë këta të kullave, sepse këtu dalin bashkëpunim të gjithë. Jo vetëm qeveria, po dalin dhe oligarkët, po dalin dhe njerëz të këtyre me njëri tjetrin. Dhe këta janë gjithë bashkë në të njëjtën vend. Dhe në fund ç'a bëhet? Nuk zbardhet asgjë, po prodhohet vetëm tymnaj dhe publiku vetëm rishet dhe krijon secili prallën e vet apo fabulën e vet dhe askush të vërtetën e qartë siç duhet të jetë. Në këtë mes për shumë fal, sot, jo më larg se sot, është fatkeqësi për opozitën, deleron braça dhe denoncon një kull, dhe nuk e denoncon opozita. Më fal, kull, pse se denoncon opozita? Sepse është e bashkimule, që është tek diga e liçenit. Tani më fal, si nuk ka fytyrë opozita, tash që shkon e denoncon njëri nga brenda qeverisë atë kull dhe nuk e denoncon opozita këtu. Që është poshtë liçenit, që është poshtë diga, madje ai thoshte edhe që e gjithë zona atje nuk ka infrastrukturën e dur, nuk ka shkolla, nuk ka kopshte, nuk ka kujtën 1001 gjëra. Para dhe prapë edhe me këta akuzat populiste si zoti Braçe që po doni. Ka rëndësi zoti Braçe ka aktivitete, unë s'kam fare, unë nuk fare asnjë lloj vlerësimi për zoti Braçe për më tepër flet kur i shpreh interesi vet se si ka mirë muhabet. Kjo është çështje, nuk i hy fare. Problemi është që në vend që ta bëjë opozita këtë gjë e bën, domethënë kjo është çështja pra. Dhe pse dhe 1001 kullat, ne kemi pas zgjedhjet e kaluara, do shohim edhe këtë palë zgjedhje. Nuk denoncuan asnjë kull, nuk denoncuan betonizimin, nuk denoncuan shkatrimin urban, nuk denoncuan asgjë. Pse? Sepse ortak janë me të njëjtët njerëz me të cilët punon, madje kur ka qenë në emision këtu te Ylli, kur është pyetur kush janë këta oligarkë, përmendin emra.
Po ti pyesësh ta, kush janë oligarkët, thonë, nuk vë gjoba unë. Do më thonë, ti po të denoncosh korrupsionin këtu, je gjobaxhi, sipas opozitës. Pra opozita i vë dam ka vetes vet. Mos më ka shumë opozitën në këtë rast, paktën në këtë rast. Jo, në këtë rast duhet merret seriozisht me mafjen. Po opozita nuk le të merresh me mafjen. Opozita po bëri denoncime. Jo, duhet të merret vërtet opozita. Media ka bërë denoncime pafund me emra kullash, me emra oligarkësh. Po pra media, dhe fatkeqësisht media që është e oligarkëve i bën kullat veçanta të cilat janë të financuara nga krimi. Për ndërtimet veçanta që janë të financuara nga krimi, nuk është bërë asnjë tim. Ja se ka bërë opozita, ka bërë media. Pse s'është bërë tim? Jo, nuk është bërë. Dakor, më keq se ka bëj Rama ta bëj tim. Janë bërë, më fal. Janë bërë denoncime në media, më fal. Ja bërë denoncime. Se ti përmende për dhënje, për dhënje. Po unë do të them, ja një sekondë vetëm, të lutem, më ndjes dhe të kthehemi te ty më njëherë. Se ti përmende Mali Tiranës, po unë duhet të them një gjë tjetër, që po ja them emrin. Aty njerëzit që kanë blerë të gjithë sipërfaqen për të ndërtuar të objekt, cilë sekuestruar tani nga Spaku, janë njerëz prestanome. Njerë ish i qartë i hapur sepse është buri një dikujt që është biznesmenem të thashë. Tjetër ish prestanome i pastër dhe i qartë. I dikujt, se më thoshtë edhe një kolegu im, më thoshtë mua, kolegu i qerit e vendit e më thoshtë mua, u shati dhe i thashë më do të bëjmë. Po në kjo se këta dalin emra prestanomesh, e në tonë, do me thënë Ramani, Amani, Gamani, Samani, Akmani, në kjo se dalin këta emra, falë. Po vëtë dorën se ja prasnëri. Ata, që se ti ke përdorur prestanome. Se aji e përmëndi Marin e Tiranës. Dhe këshu vjen me të gjithë pjesën dërmuse të ndërtime në Tiranë, janë politikanë mbrapa. Aji nuk... Jo, dakor. Të opozitës janë pakore. Janë shumë pak, në raport me pjesën tjetër. As kam lezuar në investigim për s'ka pasur. Në raport me... Për para gazetarët se sa opozitës. Po sigurisht, jo vetëm opozitës. Po s'duhet të themi vetëm për opozitën tu. Se pjesa tjetër është shumë shumore. Por... Qeveria i bën mo, për mënyrë Jo i bën, po i bën edhe për njerëzit e vetë. Qeveria i bën pjesë. Dhe ata janë pjesa të mos janë prestanome, janë brapa pra politikanë, të qeverisë të gjitha. Pra në këtë plan, ne duam, Erion, më fal. Më fal, ne duam një gjë të thjeshtë, që politika shqiptare merret me këtë probleme serioze. Dhe jo me hajde tani të shkojmë në ishullin e Arubës, lajemi aty dhe dalim ikim. Po foli opozita do hetoj njeri mu. Opozita, një fjallit, ta morëm shumë fjallin, opozita mund të biti qka me që forin parlament sot, të kërkoj krimin e një komision e timor për të qështje, për kullat, si financojnë kullat. Për kullat? Oke, po ata e shikur të ngrenë për Arubën, mos të ngrenë për kullat, se do... Do të ngrenë edhe për Arubën edhe për kullat. Të ngrenë për kullat. Për të dyja, Aruba është episod i një krimi që janë këto, pasërin parave duke... Unë e pash gazetarët të ngrinin zërin shumë fort dhe të merë një guximin për para zgjedhjeve. Për para zgjedhjeve të fundit. Pra, të guxosh për para zgjedhjeve të japësh leje dy eksponentëve të krimit organizuar në Shqipëri, leje ndërtimi njëri për pallat 18 kate, tjetrit për të zhvilluar një zonë atje, të japësh leje kryeministri i vendit me firmë. Dhe këtë ta ngren vetëm gazetarët. Dhe riskun dhe gjithçka përsipër ta marrin vetëm gazetarët dhe opozita të mos bëj asnjë gjë, unë e kam parë me sytë e mi, e kam prek me duart e mia para zgjedhjeve. Prandaj, ajo që na del në gjithë të histori, ka shumë të ngjarë që ato në vend të caktuara janë bashkë. Ka shumë të ngjarë. Pra, ti hape një... Ky njeriu kur ndalove te plaga zotëri. Paklavan dhe revanin. Kur ndan u hedh nga i cop të opozitës. Nuk është momenti që ne të themi për opozitën. Opozita duhet të shkojë, edhe opozita duhet të shkojë te vërteta thelbësore. Dhe jo te thjeshtë rrugës. Te krimi vërtet, që është ullur këmë kryqi dhe te kjo që të flasim për sigurisht. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Zonja Kepi, në qoftë se je në lidhje, digje ti kur kjo dosje, qoftë se e kemi, kjo dosje tani që është sekret të një ju, por kur hapen këto, se edhe Amerikanët ka një regull, i hapin. Nuk është mbyllur për të hapur, ajo është mbyllur se nuk ka pasur më prova? Jo, është mbyllur për skadencë kohë dhe për komplikim të cilës ajo sillte. Po në qoftë se aty ka emra, pse të mos deklarohen ata? Besoj se çështja apo debati sot aty duhet ishte që
kush ku jepet llogari se në përballje dokumentit të antimafjas apo të prokurorive speciale dhe të vendeve europiane dokumentohet dhe flitet se eksponentë të lartë të qeverisë shqiptare ulen dhe bëjnë afera me bosa të krimit organizuar dhe pse as kryeministri Alba, Rama. ne po diskutojmë, të lutem, shiko, ne po diskutojmë këtu. Tani ju s'më lëni ta mbaroj logjikën. Po jo, po se ti po thua tani ne, po pse ne me nder pjert mafia kjo ndërkombëtare për ne edhe autoritetet italiane ose këto. Ne kemi hallin këtu, te këto që ndërtojnë parat e krimit këtu. Po pra. Po pa tjetër, po çdo gjë është e lidhur, sepse unë nuk mund pranoj që të ndale me elemente për mua, për shembull flisni për bankat. Unë kam qenë vetë, kam sjell 2 dosje ku flitet pikërisht për bankat. Dosja Basso Profilo, fliste pikërisht se si eksponent të krimit apo të mafjas italiane apo dhe të ndërmjetëve apo punëmbaruesve shqiptar, kërkoni vetëm 30% para kesh për ndërtuar kulla dhe pastaj sponsorizojëshin nga bankat. Haruam Francesco Zuma, kë eksponent i lartë i lidhur si po mirë, ma lë të flak të lutem, sepse kur jeni aty i respektoni njëri tjetrit, më lë dhe mua të sillni qikë logjikën time. Sepse tani e kuptoj që ju agjitoni shumë se kur flas unë. Priti më lutem të Jo, dhe këtu po përplasemi ne. Unë po të them, përplasemi ne këtu. Për bankat kam qenë personalisht që kam thënë 2 dosje nga më nxehtat, që qoftë opozita, qoftë media, qoftë gjithë i harrojnë, as i citojnë, as unë kujtojnë. Francesco Zuma, një sipërmarrës sicilian, 90 vjeçar, një nga me lidhje drejt për drejt me mafjen siciliane, Cosa Nostra, riciklonte në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, rreth mbi 20 milion euro. Dhe në këtë dosje flitej për një eksponent të lartë të qeverisë shqiptare i cili favorizonte. Jo, po flas për eksponent lartë të qeverisë shqiptare. Jo, po flas për Francesco Zuma. Alba, bankat shqiptare janë pjesë e rëndësishme e krimit sportele që pastojnë para. Në bankat shqiptare edhe gjerat Alba kam sjell 2 dosje personalisht. Alba ne po këmbgulim për një element shumë të thjeshtë. Dhe sot debati duhet ishte opozita këtu, Alba Ylli Rakipit dhe Syri TV Aruba për cilët vetëm nga 2 media. Lidita thot e solla një artikull. Lidita ke sjell vetëm një artikull promovues që gazetari ka bërë ke gazeta e tij Domani për të promovuar librin e tij. Unë e po flasim për çështje të rëndësishme që nuk duhen të devijohen vetëm në faktin se fajin e ka opozita, por të jepet përgjigje. Se nuk ka transparencë kush ka udhëtuar në Shqipëri. Ka mundësi dhe mjete për të parë për kush ka udhëtuar në Aruba. Ka mundësi dhe mjete për të kuptuar kush janë eksponentët e qeverisë shqiptare. Ku i ke debatin me ne? O ti intervistove një gazetar të huaj tani, ti duhet ja kërkoni atij, jo mua, ti po më kërthet mua, më zonjë. Alba, sa për një minutë. Ti po më kërthet mua. Unë nuk kam intervistuar, unë nuk jam gazetar italian. Po gazetar italian po do ta dish ti me etik, ja dëgjote. Dëgjoj sa e thjeshtë është. Nëse gazetari italian, Alba të lutem, di emra, ai etika. Po ju mendoni se ai dinte emra dhe nuk do t'i publikonte. Ai po t'i kishte emra do t'i publikonte. Nuk i dinte. Sepse do t'i jetë po sepse nuk janë të shkruar emrat në dosje. Po janë në libër emrat do të kjo më zonjë. O Alba, të jap vetëm një përgjigje. Emrat e eksponentëve të lartë të qeverisë shqiptare flas. Le kriminal, unë po flas për politikanët. Për kriminalat natyrisht i njohim të gjithë. Alba, a mund të jap të lutem, a mund të jap? Ne po flasim për eksponent lartë qeverisë tani, mos ta kalojmë në paralitetet e kriminalëve e mafiozëve. Alba, më përmënde emrin dhe the diçka që unë kam publikuar. Besoj se njife shumë mirë. Unë e kam publikuar atë shkrim jo reklam për gazetarin, as për gazetën. Jo, ju e referuat se keni sjellë një ekskluziv. Ajo shqet a mund ta mbaroj të lutem? Më lejo ta mbaroj. Më lejo ta mbaroj. Se sa tallem unë, besoj se vendos ti do të në gjykim. Mos të kape me ta. Dhe e dyta, ai shkrim kur është publikuar, të garantoj ka qenë i kontrolluar dhe par nga ana ime të gjitha dokumentat dhe të gjitha sa gazetari tregon në historinë e vetë, se për ndryshe nuk do publikoj aty.
Pra, jam në besimin që ngjarjet për të cilat flet gazetari kanë ndodhur, por një gazetari e përgjeshme nuk do thotë të marrësh dhe të gjuash me mitroloz. As të bërtasësh dhe as të lërasësh. Por të tregosh prova. As japësh fajin opozitës për gjëra kaq skandalore. Jo. S'ka si faj opozita këtu. Prova. Jo, ke drejti këtu. Unë mendoj se debati këtu nuk do të ishte fajin e ka opozita, po debati këtu dhe nuk pranon. Ne po themi, po e gabim pra. Ne po themi që opozita... Si ka mundësi që kjo qeveri nuk jep transparent dhe nuk jep informacion që ka ndodhur po mos i deformoj gjera në të lutem. Ja të lutem, ti po deformon. Qiko sa e thjesht? Jo, nuk po deformoj. Nuk ka si faj opozita. Nuk ka si faj opozita. Këtu krimi ishtë ullur këm kryq, dhe ne diskutojmë për te, kur flasim për arru. Dhe kur unë të thres ty, po që unë po të ishte, po të mos folur për këtë problem, nuk të thrisni aty. Pse duhet të thres? Ty, zonjën këtu, kratë djatë të tjetërin, unë nuk i thrisnja. Po të ishte për të mbuluar këti. Unë thres, opozita mund tjeti paf, po nuk ka faj për këtë problem opozita. Fajet këtu dhe ne po flasim, opozita duhet diskutojë, themi ne, dhe ne kemi të drejta themi këtë problemet vërtet. Se të bën antimafia italiane, antimafia gjermane, e tjera, ne nuk na hyrë në qese, nuk kemi fuqi. Ne kemi fuqi këtu të themi, ku pastrojnë dhe ku shkojnë këto para. Çfarë ndërtohet tu me këto para? Që ta jetojmë të gjithë dhe shumë. Pra, a më kupton, po themi të njëjtën gjë, Alba, dhe nuk po merremi vesh. Po themi të njëjtën gjë. Tashim pse s'do ta përmendim fare opozitën, ne ç'a kuptimi ka kjo tash? Domethënë opozita s'ka asnjë fare. Shumë sa që nuk dëgjova një herë të thoja si ka mundësi që gazetari italian thotë, unë i kam kërkuar, i kam shkuar sekretarit përgjithshëm, zëvendësit të kryeministrit, me kryeministrit, nuk më ka thyer asnjëherë përgjigje. Unë jam shumë dakord me ju, që opozita thotë në parlament të kërkonte një interpellant për zënë përgjigje. Kush ta shkuar në e drejta kërkon të japësh secilit aq faj sa ka. Ne i dham qeverisë fajin kryesor, ajo bashkëpunon me krimin, ndërton kulla, jep leje ndërtimi dhe është ulurit se ajo çfarë po ndodh. Kurse opozitës i dham fajin e vet. Faji vetë që nuk po e denoncon si duhet krimit. Pra kjo është gjua jonë. Ne nuk po themi që opozita po e bën krimin, por ne po themi opozita po e është përballë krimit. Krimin ja faturojmë qeverisë. Dhe kjo është thjesht i drejtë. I pa drejti e kur ti thua që gjithaj fajt i ka vetëm me drama opozita që s'po e bën detyrën, mos flasim nëse është opozita. Kjo është e pa drejtë pastaj. Duhet ja hapësh hakun secilit sipas peshës fajit që ka. Kjo është thjesht i drejtë. Por këtu opozita nuk se ka ndonjë. Në fjalët e mia nuk e dëgjova. Po ti the mos fol për opozitën fare. Ti the. Jo, unë po atëherë për çfarë na kritikon se s'po kuptoj. Pasi dialogova me Pyllin kur folën për orën, thashë keni shumë të drejtë, sepse sot debati duhet ishte pikërisht se për çfarë po ndërmjetësoheshin. Po ne gjithë emisionin për atë folëm. Ju lam juve që të flisni për këtë. Tani do i themi edhe dy gjëra për këtë. Më lat mua, në rregull. Po mirë pastaj, nuk do të them unë gjërat e tjera. Alba, në rregull. Alba, falenderoj shumë, ti do të jesh ke qenë e mirë pritur dhe do jesh e mirë pritur në emisionin tim. Për të gjitha problematikat, si themi pa dallim feje dhe krajine, për t'i thënë dhe folur të gjitha. Falenderoj shumë, që na ndihmove mbrëmjen e sotme dhe ne kushtove mbrëmjen në emisionit tonë. Do shifemi në emisionet të tjera. Faleminderit. Natën e mirë bashkë. Se pak minuta fare kam tani në dispozicion për fare pak minuta të bëjmë një konkluzion. A ka një shqetësim në Evropë dhe botë për grupet kriminale shqiptare? Në raportet e Bashkimit Evropian dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, evidentohet problemi krimit, por nuk duket ndonjë alarm shumë i madh për këtë punë. Çfarë qëndrimi kanë ndërkombëtarët për krimin shqiptar? Janë ata të shqetësuar? Këtu për shembull evropian vinë dhe përqafon me Edi Ramën. Përqafon fort. Si mund të ndodhë kjo nëse Shqipëria po importon krim të këtyre niveleve që flet gazetari italian? Kjo është një pyetje dhe një dilemë. Nga kush ta filloj? Kush doj ti? Filloj. Ta filloj. Pyetje e fundit është kjo? Unë nuk besoj që shqiptarët janë ata që bëjnë krimin gjithë botën. Grupet shqiptare janë grupet që marrin pjesë në trafikun e gjitha drograve dhe në krimin e organizuar gjithë botës. Pastrojnë parat ku të munden, jo vetëm në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ata mund të investojnë, kanë investuar edhe në Europë. Në mënyrët aty ku kanë mundur të investojnë dhe të pastrojnë parat. Por, ajo që është shumë e rëndësishme është që Shqipëria duke pranuar
Pra, se ai mund të pastroj parat të investoj në Hollandë, ose në Belgjikë, por me shumë vështirësi dhe me shumë filtra, me shumë kosto. Nëse Shqipëria duke i pranuar pa kosto këto, duke futur të sasi kaq të madhe parash në ekonominë e vet, duke qenë një vend i vogël me ekonomi të vogël, kriminalizon totalisht ekonominë dhe shtetin. Dhe i gjithë shteti bëhet një shtet kriminal. Dhe kjo i shqetëson ndërkombëtarët, që këtu s'ka më hapësirë për biznesin e ndershëm, që këtu s'ka më hapësirë për ekonominë e ndershme, siç thoshte edhe raporti Dashit dje, që këtu korrupsioni është i niveleve të tilla dhe bashkëpunimi i krimit me politikën është i niveleve të tilla që nuk kontrollohet më. Se nuk është si Brukseli, që ka një ekonomi të madhe dhe politika nuk mund ta kontrollojë dot të nivel krimi, që përfaqëson bandat shqiptare ose grupet shqiptare që investojnë. Këtu është problemi që kjo masë e madhe ka ndërhyrë aq shumë dhe aq nivele të larta sa ka kriminalizuar dhe korruptuar gjithçka. Dhe ti nuk e kupton pastaj se krimi dhe politika a janë një apo kush është banditi dhe kush është politikani. Kjo që thonë Antoni është e tmerrshme sepse në momentin që krimi fut dhe sundon ekonominë, këtu vritet ekonomia e re, këtu vritet themeli mbi cilin funksionon ekonomia. Dhe ta marrim një shembull tipik tek kullat. Kullat u ndërtohen jo se ka nevojë tregu, jo se i do vendi, jo se ka nevojë qytetarët për banim apo për zyra për etj, jo se ka nevojë ekonomia për kulla. Këtu kullat ndërtohen se ka nevojë krimi organizuar pastroj parat. Dhe qeveria ka nevojë për para dhe krimin e organizuar që edhe të fusë në gjë në buxhet, po edhe fusin në gjë në xhep. Dhe tani, nga ana tjetër, kjo shkatron edhe tregun e apartamenteve. Ti për të bërë një apartament, ty të është 2-3 fishuar çmimi. Domethënë, nëse ti deri dje bleje me 800 metra, sot pse merr edhe me 2000 ca. Pse vjen kjo? Sepse para e pisët rrit çmimin në mënyrë artificiale, ti s'blen dot. Dhe fatkeqësisht pastaj në një vend ku njerëzit po ikin, ku s'ka qytetar, këtu rritet ndërtimi. Fal kush i blen këto shtëpi tash? Kjo është. Dhe ndërkohë çmimi është i lartë dhe ata pak që duan blesë blen. Pjesat e mos e rimbosh mërti. Apartamente bosh. Bosh pra pikërisht pra, brim bosh dhe qytetarët s'kan para të bajnë para që të bëken ata i mbajnë objekte. Kjo shkatron. Qela. Sa i përket krimit shkurt të dy tani sepse jemi në finish. Gjithmonë do i referohem dokumentave që kam pasur mundësi të lexoj, qoftë nga vendet e Amerikës Latine, qoftë në komunikimet Skype. Për shkak të punës, jo vetëm të shtegut, por dhe të CCRP-s kemi pasur mundësinë të lexojmë të gjitha komunikimet dhe të kemi një panoram të krimit ndërkombëtar. Sigurisht që në qoftë se do ta krahasojmë bandat shqiptare me bandat e tjera, unë do të thoja që janë në nivel minoren, krahasuar qoftë me bandat ballkanase, qoftë me ato serbe, kroate, malazeze. Por veçorinë e grupeve shqiptare që këto vite po bën, si të themi, po bën lajmin e mediave ndërkombëtare, janë dy detaje kryesore në gjykimin tim. Bandat shqiptare në përleshjet që janë shumë të egra me njëra tjetrën, apo dhe me grupet që kanë, djegin kufoma, vrasin, bëjnë. Dy, bandat shqiptare pjesa shqiptare nuk do ta konsiderojë një mafje, ne nuk kemi një mafje në formën klasike të funksionimit të mafjeve. Kemi vetëm grupe shqiptare të cilat janë fluide dhe trahtojnë njëri tjetrin, bëjnë aleanca me njëri tjetrin, por jo të këtij lloji niveli, po sigurisht ka marrë përsi për të kryer punët, qoftë nga ekzekutimet me pagesë, qoftë duke kjo është jashtë, brenda vendit ka grupe që kanë natyrë mafioze, pra kontrollojnë territor, janë mbi bazë familjare, i kanë të gjitha kriteret. Domethënë jashtë po. Ose jashtë po, sepse janë emigrim. Po flisja për jashtë, kurse për në Shqipëri po ka. Po mund ta kanë lidhje me mafjen brenda këtu, domethënë. Grupet shqiptare sa unë kam lexuar janë facilitator ose janë ofruar, ka marrë përsipër dhe për shkak edhe mënyrës që duan të tregohen. Sepse luajmë se këtë bën Rama përdor luan me përkufizimin. Përkufizimet, edhe unë ndaj po. Në fakt, mafja shqiptare e lëm atë që është jashtë në Ekuador etj, por kjo që është brenda këtu e ka tipike natyrën e mafjes. Klasifikimit paktën ne do i referohemi në mënyrë se si klasifikohet klasifikimi të mafjes ose jo, por në e fundit që do thoja për mua, problemi kryesor me rolin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri është pikërisht në raport sa e përmendëm me shumë të drejtë Bileka, që këtu na kanë bërthyer të tërëve përfyti, për shkakun sepse jemi vend i vogël, tregti e vogël, ne nuk mund të krahasojmë në Italinë dhe me forcën që kanë organet ligjzbatuese. Këtu është problemi në Shqipëri. Dhe ylli më falet vetëm për të fundit që do të them, dhe për mos reagimin qytetar.
në çdo vend të Europës, mos harroni dhe protestat që kanë pasur në Stamboll, ku ngriti gjithë Stambolli për sa i përket zënjes së hapësirave publike. Ka reagim tillë këtu? Tu nuk ke asnjë reagim qytetar. Ka lidhje. Këtu të vrasim pse më pse të pashër, pse ke drita të gjata dhe ka roli dhe pasoja e mafisë. Tentativa e fundit. E lam këtë pak Tentativa e fundit. Po unë do ta diskutoj pak në pjesën e dytë me të ftuarit që si mund të vritet njeriu se tani që e qartë pse është vrarë Tentativa e fundit e të huajve, flasim europianëve, amerikanëve, për të ndryshuar sistemin në Shqipëri, ta ndryshojnë ata. Ka qenë nga vitet 49 deri në 53 me desantime amerikanë. Nuk e bën dot. Nuk ka pas më asnjë tentativë gjatë kohës së komunizmit për të bërë kjo gjë dhe nuk ka pas dhe në to 30 ca vjet, më thoni një rast kur kanë ardhur ato tuaj dhe kanë thënë do bëhet kështu dhe u ndryshua. Iku Rama e Berisha. Nuk ka ndodhur kurrë. Tuajt kanë drejtuar. S'ka për të ndodhur. Unë jam kurrë në kurrë. Kjo është me vot. Këtu kanë drejtuar. Këtu kanë ndodhur me vot. Me vot të vjedhur ose pa vot të vjedhur. Kam pas pushtet ambasadat, kam pas pushtet, por jo aq sa të ndryshojnë sistemin. Kam pasur pushtet absolut dhe kanë më mirë të ishte Shqipëria të kishte guvernator që të mbante përgjegjësi, se sa kanë ardhur kanë drejtuar pa pikë përgjegjësie. Dhe të lënë pastaj siç e lënë njëra Afganistanin ata. E lënë Afganistanin, mori parat presidenti, mbushi gati po binte nga dollarët helikopteri, 2 helikopterë mbush me dollar dhe iku Aratis. E lanë Amerikanët aty e të gjithë. Dhe këtu, më mirë guvernator, të vi guvernatori, me liq me të gjitha, se sa vinë këtu me nder bëjnë... Guvernator të pa emëruar? Të pa emëruar, guvernator, pa emërim, bëjnë qëfar duan, ikin dhe zbajnë asë prisi. Të ndëruar të shikues tani pjesë e parë, paka shumë kjo ishte, më shkruan nga Amerika, Shabani, unë shumë mendoj vërtet që e thash. Ti e di ndryshe kështu? Unë se mendoj ashtu. Ty s'të ka qeverisur ambasada amerikane këtu, dhe ambasadat e huaja, Perëndimit. Ty të kanë qeverisur ndryshe, do të thres në një temë tjetër, dhe ti hajde të më mbush tek e tek, unë dhe ti, dhe më mbush mendjen mua, dhe njerëzve që ke përballë, që kjo i them unë është gabim. Do ulemi bashkë, ta dëgjoj unë. Po, dakor, ulemi edhe kafene, sqarojmë mirë. Dhe ti më thua mua, më shpjegon, dhe të riqem unë, më të më falë. Po. Po unë di që këtu ka patur guvernator të pashpallur, jo legjitim, që e kanë drejtuar Shqipërinë dhe kanë bërë çfarë kanë dashur dhe kanë ikur. Ikën njëri, vjen tjetri dhe kaq. Dhe ky është një gabim. Dhe këtu kanë mbetur sultanat pas sultanatit 35 vjet. Okej, ne ulemi një ditë, një qef këtu, ti dhe unë të rikën, të më falë. Ferdinand, të më falë. Nuk ja ndjen të huajve se qa po ndodh në Shqipëri. E kanë informacionin total, e kanë informacionin shumë mirë, e kanë të sakt fare, marrin dore parë informacionin, e din shumë mirë se qa po ndodh në Shqipëri, e din që Shqipëria është një vend, një shtet mafios, dhe sërruan njeri, kaq, kjo është të desha të thoja. Për derisa më shkruan Shabani nga Amerika, ndje gjithmonë programin tonë kë, ke në studio Soresian, nuk ka debat mirë fill të zotë Ylli. Sot Shabani, po për ty mos e ka ndoshtë. Për mua? Nuk e di, Soresian, thot? Që tjetës kundër Zorës një shkreti me ide me gjë. Mirë më mirë, po kështu me ndo Shabani tani, se unë do t'i lëm të lirë të... Se ka me, unë nuk... Mos e ka dhe për ty, për Soresin e do Soresin ti. Po pyete. Po pyete njërë. Nuk i them unë tani, se me misionin tjetër do t'i them, Shaban, misionin tjetër ti do të shkruash tu, për ke e kishe. Ne jemi bërë këshu me flet trofe ka çdo ditë. Jo, po e do Soresin se ai e kupton. Se i rinë Amerikë, i ditë gjitha. Tani, unë di që jam segment, jam quajtur, po dhe Soresin se di segmenti krimit organizuar, jam quajtur. Zotin Dervishi dhe Zonjën Çela falenderoj shumë, që më ndihmuat. Zotin Dervishi, do të takohemi prapë, nuk të lëshojmë prapë. Dhe të shikojmë të ta konkretizojmë bashkë. 2 kolegët e tjerë do të mbeten, dhe do të shtohet Agron Shejaj dhe Andi Tela. Dhe do të vijojmë të flasim tani për probleme më të brendshme tona jo Aruba. Nuk do ikim më kaq larg. Publiciteti rikthejmë me njerë.